dhe i dje ju betoshit të dashur shqiptar, betoshit për PD-n, të tjerët betoshin për PS-n. E pat vetë, në fillim thoshit që këto dy parti janë veç e veç. Jo, dashur shqiptar, kanë qenë bashkë që në 92-shit. Kanë bërë një punë, si t'i prishin shqiptar, si t'i helmojnë të rinjt me droga, që të mos ketë shpresë për arsim, si të largojnë djemët më të aftë, si të venë në punë njerëzit ignorant, që janë nga rruga, i kanë bërë presidenta, i kanë bërë ministra, deputet. E muar generalin Mujsin, duke lojt domino, e bën president. E muar tjetrin që të them Ramet, që vdiq, e muar duke shitur benzin, e bën president. E muar kapterin të fundit, duke bërë dallavere në Bregdet, duke marë vila, duke marë pasuritet të tjerve, e muar gatë të quajtur doktor, i vun gradën general, e bën ministri e ushtrisë, ministrin e ushtrisë, e muar dhe bën president.